Në këtë ushtrim, më jepen dy të dhëna, x-i më i madh se 0 dhe shpreja këto x në katror plus 1 për x e barabartë me 5 dhe mbi bazën e këtyre dy të dhënave më kërkohet të gjej vlerën e x plus 1 për x. Tek zgjidhja. Po ngre në katror x plus 1 për x dhe mbi bazën e formulës së binomit do të jetë e barabartë me kufizën e parë në katror, pra x në katror plus 2 që shumëzon kufizën e parë x që shumëzon kufizën e dytë 1 për x plus kufizën e dytë të gjithën në katror, pra 1 për x të gjithën në katror. Këto me kushtin që x i ndryshëm nga 0, mua me përfshihet te kushti në fillestar x i më i madh se 0, pra x i nuk është as negativ dhe as 0. Jam brenda kushteve të mia dhe këtu mundem të thjeshtoj x-in lart me x-in poshtë. Pse vendos kushtin në këtu? Sepse x-i më ndodhet në emërues dhe gjithmonë shprehja në emërues duhet të jetë ndryshme nga 0. Tani, shpreja këtu më del e barabartë me x në katror plus 2, se më të proj 2 herë 1, 2, plus 1, e gjitha për x në katror. Pra, më doli se x plus 1 për x e gjitha në katror është e barabartë me, po zhvendos thjesht kufizat sepse vetinë e ndërrimit e gëzon veprimi i mbledhjes. Kam x në katror plus 1 për x të gjithë në katror plus 2. Pse e bëra këtë zhvendosje të kufizave? Sepse dua të arrij këtu. Nga e dhëna ushtrimit kam se x në katror plus 1 për x në katror më jep 5. Pra, në vend të kësaj shpreje këtu, po vendos 5 plus 2 që kam e barabartë me 7. Pra, kjo shpreja këtu e gjitha në katror me doli e barabartë me 7. E nxjerr nga fuqia, pra duke marrë vlerën plus minus të rrënjës së 7-ës. Dhe me del se x plus 1 për x është i barabartë me plus rrënja 7-ës ose minus rrënja 7-ës. Por, me që më jepet te kushti se x është më i madh se 0, atëherë barazimi këtu lart merr një formë tjetër, pra eliminoj rrënjën minus rrënja 7-ës dhe pranoj vetëm vlerën rrënja 7-ës dhe përfundimisht them x plus 1 për x është e barabartë me rrënjën e 7-ës.